vërtet që në kuvendin e Kosovës shumë deputet të ri nuk kanë mujt me tregu veten, sepse aty e tregon edhe performancën e vet, pavarësisht në fushën në cilën mund të jetë. Por besoj që ju e dini, sidomos ju e dini mirë punën e deputetit. Puna bëhet, shumica bëhet me popull, një 50% pjesa tjetër është sa i aktiv edhe në fushën mediale, në aktivizëm brenda partisë, po edhe me qytetarë. Po fatkeqësisht kjo legjislaturë nuk ka pas mundësi deputet ta tregojnë veten si nga pozita apo edhe nga opozita për të parë performancën e secilit në kuvendin e Kosovës. Zoti Bajqinovsi, të falenderoj shumë që ishe direkt me neve në transmetim edhe shihemi shumë shpejt në studion e Politikës. Kënaqësi, faleminderit për ju dhe gjithë qytetarëve dhe juve mysafirëve të rregullt në emisionin politik. Kënaqësi me fajt, faleminderit. Me fajt Bajqinovsi, deputeti i Lëvizjes vendosi ishte bashkë me neve dhe natyrisht nuk Kjo është një farë hapësire ende për me tjerë që të punën e konfliktit interesi që për përmend matush. Për çfarë? A mundemi? Po, për çfarë? Apo konsideron që ende nuk është tjerë? Po, unë e kom një argument logjik, nuk jam ekspert juridik. Ke për ta sfiduar Matoshin? Po. Në rregull, hajde sfida. Kjo është qeverinë detyrë. Po. Parlamenti është i ri. Nuk është parlamenti i vjetër. I paraprak. Për që ata lejohet. Kush po të lejohet? Kush shkruan? Logjika. Gjoma kush shkruan? Jo, hiç pa logjik, vetë kush shkruan. Jo. Apo e bardhë e zeza në bardhën. Po, ka dole. Cëllin nën po thuj kushtetutës. Ki votim të dy fesht është konflikt interesi. Cëllin nën po thuj është. Kjo nëni 73 kushtetutës është shumë i qartë. Thot, deputeti nuk mund të ushtroj asnjë post ekzekutiv tjetër. Asnjë. Qartë. Po kjo është qeveri në detyrë. Kjo është qeveri e plotfuqishme. Me vitë roga me po mundi. Ti shkon e plot jo s'munut pa meratu kuvendi. Po kjo po të pyet thot Miletit ta komunit rrogën. Jo, ka propozuar bre ma. Çka tha sot? A ndëgjoj fjalimin? Propozuar. Jo, nuk tha kum propozuar. Propozim. Na i kemi rrit pagat mas shumë të edhe shtresat edhe këto edhe ato. Ajo është e vërtetë. Çfarë ka rrit rrugën? 40 euro zoti kena shola. 40 euro zoti shola ka rrit rrugën. A ne do e kanë rrit? A po do më on që ka policë që me 500 euro e ti bën pogën minimale 500 euro. A ne do i ku ke po kështu? Pjorët ka ati pro ati policit tjesht. Ku i rritet? Po i rritut me buxhet sa. Hajgarellak zoti shola. Kjo është hajgarellak. Për çata Matoshi, është qeverinë detyrë kjo. Ti shkon qeveri plot fuqishme, i shkon konflikt interesi. Po ti e ki tashmon një vendim plot fuqishëm gjykatës supreme kolegi dashtut. Që e Kuran Murati thotë zotni nuk i drejt me në shkru udhëzim administrativ. Mos kish don dorëheqje, po këta kanë vonë komplet dorëheqje. Po nuk i drejt në asnjë version. Hit. Normal se sankciota e me edhe normal edhe jo normal. Me qeverinë, në saksuot me ligjin për qeverinë. Nuk mujnë me kuptu këtë logjikun e më falë. Nëse këni zbuluju në rash 3 logjik, po pos logjikës formale. Qa ma tashi? Neni 31 shumë mirë për specifikon. Kretë qka mund, qka s'mund. Po kushtetuta prevalon mi nenin të qeveri. Ligjit për buxhet për shemull thot mundet me bo. Mundet emergjensat, mu morë me... Zoti Shola! Hen radojqishi me ushtrineve! Hen radojqishi me ushtrineve! Ty po thua që në kur të jonës jam të tyrë, vëtja të radojqish, hajde të im Prishtinë, s'unë s'kom qa me bua. Qa është ka flet që kënjë e baji? Po seriosisht? Po ka thot radojqishi mundet marë. Po kuptan, hen radojqishi për shemull, me ushtri, hen të im Prishtinë. Jo zë alpi kurti të flajtë, ose hajde të tyrë, s'ko qa me bua. Po sistemi vetë, se jo kryeministri. Kryeministri nuk lufton, se ka pushkën me dollë mu vro me radojqiqin. Po, veqa e dhe... Po ato janë organet e rendit, janë organet e sigurisë, lebe këto punë. Mos folë me shmija fut diqka kot, se s'ke këtë e vjeq kjo. Problemi është Krenar Qola. Ne një shtatet e i kushtetutës e Republikës tonë dhe temë, rëthmime cu. Gojë me Krenar. Aj, prevalon bi ligjin, nenin të vetën e ligjin e qeverisë. S'ko prevalon, ja ardhëzën ja është aktiv. Nuk ka prevalon. Po ju e keni bo atë shumica juve. Po? E keni bo keq. Foti i keq, që kur se ka qunë gjykatë kushtetuse. Sa është në disa nene është në kundërshtim me kushtetutën. Mund të jetë. A dim se s'dini me shkru.
Po thu s'din, a? Hiç absolutisht nuk din me shku. S'din me shu as me lexu.